Mirëmëngjes të gjithëve në një tjetër vlog këtu në kanalin tim. Ne u zgjuam, është ora 9, na zgjoja Amari, domethënë, sepse unë nuk kisha ndërmend të zgjohesha. Por duke qenë se Amari fillon në orën 9:30 kështu, do të zgjohet në mëngjes, nuk mund të flej më shumë. Edhe u zgjova dhe po i bëja pak mëngjesin Amarit edhe po i bëj pak trahana. Trahana, kam patur një trahana që më ka dhënë mami që ka qenë trahana e bërë vetë, por atë Amari e mbaroi si trahana dhe më kishte dhënë dhe disa paketa kështu supermarketi, sepse normal Amari nuk i dilte ajo. Edhe tani ja kam bërë nga ajo, i hedh 2 lugë, sepse më keni pyetur shumë për trahana si e bëj, por trahana ja nuk është ka dhënë shkencë. I hedh 2 lugë trahana në ujë. Kjo trahana është shumë e mirë dhe kjo supermarket, sepse shkrin me një herë, nuk e nevojë ta lësh shumë. Edhe i hedh 2 lugë në ujë, sa të shkri pak, që mos të jetë ashtu kokra. Pastaj hedhim pak ujë në një tenxhere të vogël, atje e bëj unë, në një tenxhere të vogël të Amarit. Edhe hedh edhe atje pak ujë, ja nxe pak ujë, po jo që të lëvoj, po të lëvoj nuk ka gjë. Edhe ja nxe pak ujë, ja hedh këtë, dhe pastaj e trazoj derisa të trashit, i hedh edhe pak krip, edhe pak vaj ulliri, edhe pak buk. Ne jemi rritur me trahana, kemi vajt në fshat, ka qenë ajo periudha që neve hanim trahana në një tepsi, edhe ishim të gjithë me kushurin, të gjithë në fshat, edhe hanim të gjithë me lugën tonë, hanim rreth e rrotull asaj tepsis të gjithë. Jo në përpjata, por aty dhe tepsia, uleshim në tokë, edhe hanim edhe tepsia, dhe janë kujtime shumë të bukura që nuk vinë më, me thënë. Edhe kështu hanim me trahana dikur, me thënë, kur ishim në fshat tek gjyshit. Edhe kështu njerëz tani do ushej Amarin, bëjë se i vjen shumë uri, ka pirë dhe qumësh natën, se më pyesni shumë se zgjohet apo nuk zgjohet. Zgjohet nga ora 4-5, kështu zgjohet se pi qumësht, edhe pastaj në ora 9 do më ham mëngjesin. Edhe do t'i bëj trahanan Amarit, edhe sot kemi shumë punë për të bërë, që do t'i tregoj gjatë ditës. Neve sot po bëhemi gati, jemi këtu me Amarin, sepse Amari se ka sot ditëlindjen, por do bëjmë fotografitë e ditëlindjes, kështu që kemi... Amari ha gishtat me dhëmë, ja he hëndre mami gishtin, nuk të dhëmë. Edhe do bëhemi gati pastaj, do sistemoj rroba, do t'i hekuros të gjitha, të vishemi, pas në ora 5 kemi fotot, kemi kobos, sepse tani është ora diku tek 12, një shumë. Edhe kështu njerëz, jam shumë e lumtur që më kanë dalë kaq bukur. Mami ti je i lumtur për të duhe që se s'kam kohë fare, bëra ca makarona kështu të shpejta vetëm me pak salcë, tomate dhe djathë dhe bar, edhe kripi bere këto. Ne na pëlqejnë shumë me Aleksin, i përdorim shpesh, por sot që jemi dhe për shpejt, mam diçka të shpejt, bërëm këto. Edhe unë tani dua të mbaroj me këto makarona, të ham, dhe dua të iki deri te qendra tregtare që kam këtu afër. Do të iki sepse dua të blej një, në momentin e fundit vendosa se si do t'i bëj flokët, edhe vendosa t'i kap gjysmë, në gjysmë bisht këtu, edhe do të vendos edhe një fjollë të bardhë, të lartë, të madhe, kështu, edhe bluzën e kam të bardhë. Edhe thashtë ishte diçka si më ndryshme, mos të ishte shumë fat këtë impi, që se veshjet e thjeshta ja. Edhe tani të shoh, dua vetë atje, po gjithsesi do iki me taksi, se nëse iki me këmbë do ketë shumë bones për mua. Iki në këmbë të kthehem në këmbë, kështu që do marr taksi, do iki me taksi, edhe ashtu më ikën dhe shumë kohë. Edhe pastaj do vi në shtëpi, edhe Amarin e kam larë dje, kam bërë dush, do ta ndroj, do t'i hekuros rroba, do t'i rregulloj të gjitha, do bëhemi gati avash pastaj që të ikim. Kam një super stres, nuk e di domethënë se si do më dalin gjitha këto. Shpresoj shumë do më dalin. Më dalin ashtu si dua unë fotot. Edhe të shkoj çdo gjë. Sepse unë jam një person që mendoj, edhe tani jam duke menduar po sikur të vete atje, te studioja, edhe pastaj të më bjeri torta nga dora. Të më bjeri torta nga dora, të më prishet komplet torta dhe mos do kem bërë akoma fotot. Nuk e di domethënë çfarë tipi jam.
Edhe në fakt kjo torta është nisur për pak kështu, sepse kur e solli Aleksi, ishte ata arushin sipër, po ai arushi nuk është të hahet, është thjesht për bukuri, edhe nga që ajo sa e kishte mbaruar tortën, Amari, ajo nga sa e kishte mbaruar tortën, edhe ai nuk ishte ngjitur mirë atje, dhe Aleksit ishte rrëzuar. E ngjita unë prapë arushin, por gjithsesi inshallah s'bëjmë ndonjë gjë tjetër. Ja këtu kemi dhe salsa. Kjo ajri makarona dhe të ham se Amarin e dëgjoni se çfarë bën. Eva mama. Hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Erdha shpejt në shtëpi, i ka me taksi, erdha me taksi, se ndryshe të veja në këmbë do doja shumë. Mora këtë fjongon, që se kam asiden se si vihet kjo. Shpresoj të di ta vë. Supozohet që ta vë këtu, kështu, apo kështu, si vihet kjo? Kështu. Supozohet që ta vë kështu. Nuk e di tani se si do ri dhe se si do duke. Por gjithsesi kisha parë një ide në Pinterest se si t'i bëja flokut, i kapja gjysmën dhe të rija këtë fjongon këtu, thjesht këtu, edhe të duke kështu e bardhë. Por gjithsesi të shoh se si do rri deri në fund, se për të marrë mora, por nuk e di. Edhe mora tek H&M këtë fjongon, mora dhe këto vathët që janë kështu silver, se unë nuk kisha një palë vath silver, kisha vetëm 2 palë, po i kisha me gure, nuk i kisha kështu nga këto modelet kështu. Edhe mora këto që t'i vendoste edhe këto, besoj se do duken mirë, nuk i kam provuar fare. Bëra pak gabim që si provova. Edhe kështu do duken, nuk e di tani. Edhe mora dhe një palë qërpikët janë këta. Mora këta janë pak më me volum, sepse kam ca po janë shumë natyral, edhe mora këta që janë pak më me volum, edhe dua që të më duket pak make-up-i më bukur, se me këta qërpikë që kam unë nuk duket asnjë gjë bukur, të lyesh sa të duash, po s'vendose ato qërpikët falca nuk bëhet. Tani kam hidratuar fytyrën, më thënë kam vendosur serumin, nga Lancome, duke qenë se është shumë hidratues. Ka 3 serume bashkë edhe është shumë, shumë glowing, të tregon shumë bukur make-up-i. Vendos këtë sa të thahet kjo, do vendos një hidratues, për hidratues sot do vendos këtë nga Estée Lauder, është kjo me kastravec më duket, shumë e mirë, është dhe për ditën dhe për natën, edhe ka dhe mbrojtje 15 SPF më duket, SPF 15. Edhe është 24 orë, është antioksidant, është goxha i mirë, kam disa ditë që përdor. Edhe ky është shumë i mirë të bërë make-up-in, sepse rri shumë mirë. Po gjithsesi do ta lë edhe pak të thahet kjo të Lancome, pastaj do vendos këtë hidratuesin. Gjithsesi do rregullojmë flokët. Të parën do vendos të rregulloj flokët. I kam larg dje, i kam të lara. Për arsye se më mirë të rregullosh flokët, që të tërhiqet edhe pak, se meqenëse do t'i kap, do tërhiqet pak fytyra. E pastaj vendos make-up-in edhe më kollaj dhe del edhe më i bukur make-up-i. Tani nuk e di apo s'bëra gabim që nuk e vesha bluzën që do vesh, domethënë. Pastaj mos e bëj pis. Edhe këto gjëra ndodhin tek unë, kurse s'ndodhin, po edhe kështu kam frikë ta vesh se do bëj make-up-in ndoshta mbie këtu dhe ose e bëhet një lëpsh. Kështu që gjithsesi do ta lë, do bëj kujdes pastaj kur të vishem. Edhe flokët o bëjmë onde. Edhe sot tash do bëj onde me mash, me këtë mashën në Philipsi, edhe pastaj do ta kap të pjesën këtu, do t'i kapim kështu gjysmë. Do shikojmë, do t'ju tregoj edhe juve se si do eci. Rezultati është ky. Buzët nuk e di nëse do t'i mbaj kështu, se nuk më pëlqejnë shumë. Kjo roza kështu, nuk e di. Do t'i bëj ndonjë kontur pak më nude, edhe këtë brenda pak shkëlqyes kështu. Edhe vendosa edhe vathat, si e shikoni, vendosa edhe këtë fjongon, ja kështu duket fjongo. Por sa për të patur sa detaje, që mos të jetë si për ditëshmëri thjesht flokët e kapura dhe kaqe. Edhe flokët e tjera, kështu, ju bëra pak onde, por nuk s'është më mbajnë shumë ondet, më kanë rënë, kështu që janë super mirë. Tani do hekuros pak robat, tregoj pak robat e Amarit, se do veshja Amari sot.
Veshi këtë bluzë, shpejt do t'ju tregoj shpejt se nuk kam kohë fare. Nuk e di pse në momentin e fundit nxitoj kaq shumë edhe nuk mund të bëj asgjë. Do veshi këtë bluzë polo me mund të shkurtra të bardhë. Edhe këto xhinkset që i ka nga Zara janë kështu të gjera, njësoj si që kam edhe unë. Dhe do t'ja bëj pak këtu në fund dhe këtej do t'i vesh atlete, po ne do bëjmë foto me foto kështu pa çorape, pa atlete. Edhe vetë do vesh këto xhinkse që do t'i kuros pak tani sepse zhubrosen nga që janë të gjera. Edhe i kemi njësoj, edhe Aleksi do vesh xhinkse kështu si kjo ngjyrë, edhe një bluzë të bardhë, kurse unë do t'ju tregoj tani. Edhe unë kam këtë vadi që është nga Zara, është i thjesht, i bardhë, kombinon me xhinkse. Tani le të kurosim pak që të vesh amarin, vishem dhe vetë dhe të ikim direkt, sepse do ikim edhe me taksi edhe një lëmsh i madh. Amar? Mira. ¿Qué es eso? Amar, i mbarove fotografit? I bëre të bukura? Si i bëri foto djali? Ha? I bëre të bukura shumë? I bëre fotot? Marin, ne me Amarin jemi këtu, i mbaruam edhe fotografit, u kthyem në shtëpi, akoma s'kemi ndruar sepse sistemova pak shtëpinë, duke qenë se lam sa rroba andej këtej. Sistemova një herë shtëpinë dhe nuk kemi ndruar akoma. Domethënë Amari qëndroi shumë mirë. Amari qëndroi mirë, por nuk donte të rrinte ca herë, çohej, nuk donte të bënte fotot. E kështu lëvizte gjithë kohës. Pastaj qante, donte vetëm tek mami, donte në krahët e mami, nuk donte tek të tjerët. Ti doje te mami. Pastaj në fund fare u kënaq sepse e lam dhe torta, edhe në tort pastaj e preku tortën e hëngri dhe i pëlqeu shumë dhe vetëm ja bëndoj i pëlqeu shumë. Edhe kështu njerëz i bërëm edhe fotot, tani kemi dërguar babin na marri kafe e cappuccino. Edhe të pim kafen e mbasdites duke qenë se binte shi. Sa dolëm, me thënë nga fotografit ne, ja kishte nisur super shi, morëm taksi, ja kishte nisur super shi dhe nuk mund të pinim kafe në lagje, kështu që do t'i marri Aleksi dhe do t'i pim këtu në shtëpi rahat. Edhe më vonë kemi dhe Big Brother edhe kështu që jemi super. Ku është mami? Këtu është mami? Ku është mami? Kënaqet zemra jote dhe zemra ime kur shihemi ne të dy. Kur shikojmë ne të dy kënaqet zemra jote dhe zemra ime. Drita ime. Njerëz është mbasdite, si e shikoni ne jemi zgjuar të dy. Klinim gjumë këtu te krevati mamit. Amari nuk do te krevati ti. Edhe u zgjuam edhe do bëhemi gati. Dhe do ikim në supermarket. Sepse kemi disa gjëra për të bler, s'kemi asgjë në shtëpi. Edhe tani na ka ardhur babi dhe do vemi të blejmë sa gjëra në supermarket. Sa gjëra që i duhen Amarit, sa perime, fruta, shumë gjëra që na duhen. Në këtë nga supermarketi blejmë disa gjëra që na duheshin. Edhe po ju tregojmë pak supermarket haul. Buk tosti, brokol që s'mungon asnjëherë për Amarin, ka shumë qejf. Pak salimon për Amarin që t'ja bëj. Edhe mora dhe kështu prosciutto pule, jo prosciutto pule, po është prosciutto gjeldeti. Mora një 4 copë si këto. I ham shumë edhe unë Aleksi dhe nga gjatë të mira. Mora ca kiwi, morëm këto budit, banane, karrota, edhe mora dhe këto orizi. Që se kam përdor asnjëherë të orizin kështu. E mora një herë të provoj se nuk ka gjetë belaja me këta orizët. Nuk gjej as një të mirë që të më zije dhe të bëhet të mirë. Po të shohim. Spaghetti, mora patate të ëmbël, kungull të ëmbël, salsa,
mora dhe një qumësht, morëm kos grek, edhe mora dhe këto kafe që është kafe con leche, edhe discafeinato, kafe me qumësht edhe discafeinato që s'ka kafeinë. Sepse nga një herë në mëngjes kam qef të pi në një gjë, nuk edhe se çfarë bën, edhe kështu që të shkojmë pi në një kafe, edhe mora kështu pa kafeinë, meqense unë nuk më bën mirë kafeina. Prap salca, këto salcat i përdor shumë për makarona, bëj makarona vetëm me këtë salcën dhe me djathë dhe barë dhe dalin, nuk e di. Shumë të shishme. Pampersa për amarin, pra një kefir, edhe një piper, shu kokor. Kjo kokor më pëlqen më shumë se ai pluhur. Ka një aromë shumë më të mirë. Sallat. Që sallatë. Prap djathë për makarona. Mizele. Mora këto si tip patatinash dietike. Nuk e di, me krip. Se di. Këto më duket se i kam provuar një herë dhe në Shqipëri më duket se ka si këto. Po nuk e di se me sigur. Mora onhaj për snack që të kem kur të kem kështu në gjë me që themi me dietë. Për snack më duhet në një herë kur kam pak uri. Një ampullore. Edhe këto brioshët i morëm që me kafe në mëngjes t'i shoqërojmë kur të kemi të konsumojmë në tjetër. Mora mango, se duhet i bëj dhe amari fruta, mango kështu frutash. Mora këtë bukën kështu bukë integrale, që do ta ha tani. Do tani me domate edhe me djathë të bardhë. Mora këto kalamarët, t'i bëj ndonjëherë, kur na teke ta ham ndonjë gjë. Djathë kështu për tosta. Mora këto koshët e pulës janë kështu të vogla dhe janë goxha të shishme për amari. Këto domate t'i mora për vete që t'i ha tani, sepse nuk kam ngrënë bukë gjithë ditën, kam ngrënë vetëm mëngjes, dhe s'kam ngrënë asnjë gjë tjetër, tani është ora diku ora 7, kështu do jetë. Edhe do ha, po do ha po të më bje i ralla për të ngrënë. Se nga e gjithë kjo rëmuja që u bë këtu, unë duhet i sistemoj, plus duhet i bëj dhe amari diçka për të ngrënë tani që të haj tani. Kështu që nuk do va asgjë në përmendje, do vë vetëm akulloren që shkri, edhe do t'i jap amarit një herë. Edhe pastaj do ha për vete. Të gjitha këto gjërat kushtovën 175, po, diçka e tillë, 175 euro kushtovën. Edhe kështu njerëz, këto ishin të gjitha gjërat që morëm që na mungonin, janë gjëra që duhen në shtëpi, plus tani që kemi amari do të haj se s'bën perime gjëra fruta. Edhe nuk mund t'alëm shpinë bosh pa ato gjëra, se janë gjëra që amari i konsumon gjatë ditëve. Edhe tani, let nisim punën. Ora është 11 edhe unë bëra, duke qenë se fjeti amari nga ora 9:30, kështu fjeti. Edhe pastaj kisha kohë të merresha pak me vete, edhe u lava dhe dohet lava vetëm trupin, lava dhe flokët, sepse më dhinte koka shumë jashtë mase, nuk e di pse. Edhe thash të më qetësoj pak ujë nxehtë, e mos e shikoni bluzën time, mos e bëni re bluzën time se e kam bërë me akullore. Sa e vesha të larë, u lava, sa e vesha të larë. E bëra me akullore dhe inaugurova. Edhe tani do vendos pak këtë nga Diosgarin, këtë ampullë. Nuk e kam dhënë dhe radhën e kaluar, sepse u lava shpesh edhe nuk s'kisha bërë një javë. S'kisha bërë një javë në ampullë. Edhe pak a shumë kështu është, dhe do vendosim 25 pika, të ja tregoj pak se si e vendos. E vendos një pikë këtu, një këtu, një këtu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vetëm
për zonat që nuk kemi flokë, që në kam rënë flokët, edhe duam që të na dalin flokët e reja dhe duket qartë që unë këtu të kam në zonën më delikate që më bie floku. Dhe kështu që atje duhet të hedh më shumë. Do të thënë sa më tha farmacistja dhe sa lexova, kështu ishte. Tani bëjmë një kështu masazh flokut. Unë tani do shtrihem, duke qenë se më dhëm shumë koka, do shtrihem, flokët u thavën vetë, nuk vendos na pare thashse, do rridhe pak në sallon të pres sa të thanë këto pjesë, pse përtoj të më thashse tani, edhe kështu që të shikemi nesër. Outfiti jon është ky, kam veshur këtë fundin satin me këmish, me jelek, edhe duket goxha bukur, kam marrë dhe këtë çantën e re nga Gucci, edhe Amarit ka veshur këtë outfitin, e ka nga Karli, edhe me këtë bluzën e zezë, edhe me këtë kostumin. Edhe duket shumë bukur dhe i pëlqen shumë në video, do dali në video, të flasi mami dhe ky të ri. Edhe nuk e fola fare sot, Amari sot ka ditëlindjen, edhe Amari bën 1 vjeç, edhe beba ime u ri, të shtritur shumë beba ime sot. Edhe tani do dalim të festojmë 1 vjetorin e Amarit, do dalim te lokali, sepse kemi përnotuar tek një lokal, edhe kështu që ka vajt ora dhe do ikim. Tani jemi gati.